Selam aleikum të gjithëve. Besoj sot është nga ato netët ku gjithë garojnë, gjithë marshojnë, gjithë ecin, gjithë shkojnë nëpër xhamia, gjithë luten, gjithë falen, janë nga ato netët që nga netët e bekata dhe njerëzit janë fizikisht, domethënë ndihen edhe më të lehtë dhe më të mirë. Plot xhamiat në Tiranë, plot xhamiat nëpër çdo qytet, rini pafund. Kjo tregon domethënë që ky vend ka shpresë. Pra kur themi ky vend, themi edhe për Kosovën dhe për ku janë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut edhe për Shqipërinë. Bëhet qefi se njerëzit e kanë hak me adhuru Zotin, edhe kur shoh që agjërojnë edhe adhurojnë. Kjo është një nga gjërat më të domosdoshme që duhet bëjë njeriu. Qofse ka ndonjë vëlla, ndonjë motër që qofse ka pushu pak, ka pa ndonjë ëndër që mund të jetë nata kadrit, me që ka qenë nata 23 ose ka ndonjë përjetim të veçantë, na thoni se edhe ne po mundohemi si vitin që kaloi të filtrojmë me të shohim kush do jetë nata kadrit, kështu që po pati në vëlla ose në motër që ka ndonjë përjetim të veçantë, ose si viti që kaloi që e nëna në mes Ramazanit kishte pa që djali kishte thënë do takohemi natën e kadrit, edhe në fakt ndroi jetë me natën e 21 muajit Ramazan. Shumë mendime janë push me atë natën e 21, pa ka pas edhe për të tjerët edhe. Gjithsesi, nëse keni diçka vëllezër motra, na lajmëroni se thjesht për të kriju një ide se kurdo që të jetë, inshallah Zoti na gjen në adhurim. Elhamdulillah. E lam në podcastin e kaluar, se dje nuk bën dot se ishim të lot, nga edhe emisioni kishte ngarkesa dhe të gjitha. Shoh domethënë gjithë selamet i kemi nga Hollanda, nga gjitha, po do lexojmë pak më mbrapa. Sot po them online që inshallah shpërndajnë vëllezërit e motrat edhe në Facebook, që të ketë sa më shumë ndjekës, se të marrim sa më shumë sevape të gjithë. Vëllezër motra nderuar, shpërndajeni edhe në Facebook, edhe në Instagram, edhe në TikTok, ta dëgjojnë se është fundi një nate të begat, pra një nate teke që mundet të ketë qenë nata e kadrit. Me rastin më thënë e kemi lënë kur Meriemja veçohet për dhe lindjen e Si me Isait. thani Jepet lajmi dhe dhe po futemi ka ajeti 46 i surës Ali Imran, që thotë, pra po e kalojmë fazën e pjesës lindjes, ai do t'u flas njerëzve qysh i vogël në djep dhe si njeri i rritur dhe do të jetë nga më të mirët. Nga më të përsosurit është një koment. Pse foli Isai në djep? Për çfarë ishte kjo urtësi e Zotit? Meriemja thamë që një nga gjërat më të mëdha që kishte, siç duhet ta ketë çdo motër muslimane, ishte shumë e moralshme. E para Xhebrailit kujtoi se mos është njeri, i tha, qofse i friksohesh Zotit largohu. Që kur i tha që do të kesh një djalë, i tha po unë nuk jam një femër e pandershme dhe unë nuk jam e martuar. Pra ishte e qartë në rrugën e moralit saj. Dhe e treta kur i tha që do ta kesh djalin me lejen e të Madhit Zot, ajo kishte turp si do ta paraqiste ke populli vet kur ajo nuk ishte e martuar. Pra ajo po vite në formë të mrekullueshme, po e dinte vetëm Meriemja që kishte biseduar me Xhebrail Eminin. E dinte Zoti i gjithësisë, po si do ta kuptonin njerëzit. Dhe kur ajo u anku, derisa Kurani ka potencuar në surën Meriem, thotë mirë për mua të kisha vdekur përpara kësaj që po më ndodh nga turpi. Që imagjino Allahu po i jepte Isën apo Jezusin, një nga pejgamberët më të mëdhenj, që dha shembull të jashtëzakonshëm devotshmërisë, ajo thoshte më mirë të kisha ndruar jetë përpara se më vjen shumë turp si do ikim me fëmijë tani kur ato e dinë që s'jam e martuar. Dhe Xhebraili e qetson, i lën afatin e lindjes saj dhe i thot, ti do kesh vetëm një përkushtim. Ti do shkosh me fëmijë. Është fëmia ai që do t'i japi përgjigje. Allahu. Dhe këtu vjen një nga mrekullit. Isai e filloi me mrekulli, do ta mbylli ciklin e parë të kësaj bote me mrekulli dhe do të vi pastaj në kohën e Dexhallit, po i mrekullueshëm siç ishte pejgamberi i mbarë. Zbret si mrekulli. Isai zbret si mrekulli dhe bën mrekulli dhe hikën siç i takon një pejgamberi të madh, një nga njerëzit më të dallueshëm Zotit gjithësisë në tokë, një nga 5 pejgamberët më të mëdhenj. Tani prandaj Zoti thot në surën Ali Imran, wa yukallimu an-nase fil mahd. Meriemja kur e lind e merr dhe ishte e imponuar të shkonte në popullin e vet, si më thon lagjen e vet, në vendin e vet, me fëmijë në dorë. Kur e pan, një pjesë që nxitohen, që parë gjykojnë, pa e pyetur, pa u sqaruar, fillun direkte ta etiketojnë. Dhe i thanë, ma kana e buki mreësojnë, nuk ka qenë babai jot njëri i keq, po ma kana ummuke baghia, dhe nana jote s'ka qenë e pandershme. Direkte i dhanë sinjal që
ti je e pandershme me këtë që pas ke bë. Dhe ajo kthehet, domethënë drejton shikimin ke fëmia, i cili ishte ndjep Isa alayhis salam, dhe fa asharet ilej. Thot bëri me shenjë për fëmin. Pra që do t'ju flasi fëmia me shenjë. Dhe ato i thanë, si mund t'i flasim në një fëmijë, kjo është sure Merjem, jo sure Ali Imran, si mund t'i flasim në një fëmijë, kur ai është ndjep. Këtu Isa alayhis salam ka filluar mrekullinë e parë. Po ka thonë vlla disa fjalë që nuk i thojnë dot të ligjëruesit më të mëdhenj të botës në të kaluarën dhe sot. Sepse me një koncizitet, me një precizitet frymëzimit të Zotit për fëmin, ka folë me një mënyrë që është e jashtëzakonshme. Çfarë ka thonë? Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Zoti thot, më ka bërë robin e tij. Çfarë kemi thonë për abd? Kemi thonë gjithmonë që është grada më e lartë që mund të arrisë njeriu të bindet Zotit me dëshirë. Dhe ai ka thonë, unë jam rob i Zotit, njeri i Zotit. Gjë e cila i kishte dhënë Zoti sinjal gjithë njerëzimit që Jezusi apo Isai është njeri si gjithë tjerët, po pejgamber. Atani el-kitaba wa ja'alani nabiyya. Më ka dhënë mu librin, ose do më japi mua librin, po parashikonte për atë ardhmen. Libri kush është? Libri është Ungjilli. Wa ja'alani nabiyya, dhe do të më bëj mu pejgamber. Po ta shohësh, forma gjuhësore është sikur Isai po i përjetonte ato. A di pse thonë dietarët? Sepse vëlla, nëse Zoti e cakton diçka, nëse Zoti don ta bëjë diçka, ajo sikur ka ndodhur. Pra, i programum. Është nuk mund të ta kthej kush mbrapsht. Pastaj Isai folte sikur ato po ndodhshin, pa ishte ndjep. Këto ishin e ardhmja, por ke Zoti kur caktohet diçka, nuk ka tashme të ardhme të kaluar, ai që don ai mbaron. Dhe Isai po folte si në kohën e tashme. Më ka dhuruar mu thotë librin dhe më ka bërë mua pejgamber. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Shi sa njeriu mirë ka qenë, si çfarë nxjerrën pa. Thot Zoti më ka bërë të dobishëm kudo që të jem. E di çfarë do thot i dobishëm kudo që të jem? Kudo që ishte Isai apo Jezusi, ishte o duke ndihmu një, o duke u sjell mirë, siç kemi folur për Jusufin, ose duke e përmend Zotin, ose duke e madhëruar Zotin, ose duke i mësuar njerëzit. Nuk ishte në asnjë vend, në asnjë situatë kot. Ishte vetëm duke bërë diçka të begat dhe dobishme, për kështu kanë qenë pejgamberët. Prandaj tha, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Më ka bërë të dobishëm dhe të begat kudo që të jem. Këto kanë qenë pejgamberët. Imagjino sa njerëz të mirë kudo që ishin nuk ishin kot. Ishin njerëz të begat edhe njerëz shumë të mirë. Wa awsani bis salati waz zakat. Më ka urdhëruar Zoti me namaz, ti falem Zotit, siç falmi ne muslimanë, siç janë falë dhe përpara Isait, dhe me zeqat. A kupton çfarë bëhet? A kemi thënë që në fillim kur kemi filluar që një Zot është dhe një fe është dhe të njëjtat urdhresa janë? Po, e kemi vërtetuar tek Sulejmani, e kemi vërtetuar alayhis salam, e kemi vërtetuar ke Eldizi, ke Yusufi alayhis salam, e kemi vërtetuar te Merjemja, alayhis salam, Zekaria në sejdë i bëri dua. Pra, në gjithë historikun që neve kemi pasur në Kur'an, të gjithë profetët kanë qenë që falnin namaz dhe japin zeqat. Nga pasuria e tyre kur kanë pas mundësi kanë dhënë 2.5% ose taksën që ka vendosur Zoti në shariatin e asaj kohe. Dhe më urdhroi me namaz dhe më urdhroi me zeqat sa? 1 muaj, 1 vit, jo sa ta kemi jetën time. Pastaj i thotë gjë shumë të mirë, shumë të begat, megjithëse do jem që do mbi libri, dakord? Jo e madhe, se pak pejgamberëve kanë ardhur libër, shumicën kanë qenë pejgamberë që kanë ardhur duke u bazuar ky libër. Më ka bërë pejgamber të madh. Më ka bërë të begat kudo që jam. Shiça fjalimi, më ka bërë që të fal namaz, më ka urdhëruar të fal namaz, të jap zeqat, por të gjitha këto nuk e përjashtojnë një gjë. Dhe më ka bërë të respektues maksimalisht për nënën time. Sa i se kishte babën. Po ta shohësh jem pak më sipër, thotë më ka bërë respektues për nënën dhe babain. Isa nuk e kishte babain, kishte lind nga nëna vetëm. Thotë më ka bërë respektues të madh ndaj nënës time dhe s'më ka bërë mua kryeneç dhe s'më ka bërë jashtë mëshirës tij. Pastaj thotë Zoti do më japi mu paqen dhe më dha kur linda, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të ringjallem. Këto janë 3 etapat që po shpëtove këtu, Zoti i Madhërisht të ka begatuar. Kush është paqja kur lind? Të lindësh pa probleme, pa smundje, pa siklete, dhe në të njëjtën kohë të lindësh një familje të mirë. Paqja kur vdesësh të thosh la ilaha illallah dhe Zoti të pranoj me mamnit vet. Dhe paqja e tretë është kur ditën e gjykimit të ringjallesh, engjëjt të japin selam, të presin me selam me paqe dhe të marrin bashkë me të devotshëm të fusin në xhenet. Thot Zoti më ka bërë të paqshëm ditën kur linda, ditën kur do të vdes dhe ditën kur unë do të jap shpirt. Tani vëlla, shpejt e shpejt.
më ka bërë mua rob Zotit. Dakor? Një mesazh. I dyti më ka dhënë librin, e treta më ka bërë pejgamber, e katërta më ka bërë dobishëm dhe të begatshëm kudo që t'jem, e pesta me namaz, e gjashta me zeqat, respektues ndaj nënës time, të pajshëm kur linda, ditën kur do des, ditën kur të ringjallem. Që dëgju me 4 ajete i fjalim me kaq shumë mesazhe, un kam kohë që s'kam dëgju. Me 4 ajete janë këto, kanë mesazhe dhe koncizitet dhe qartësim dhe begatim në të që beni Israilet nuk folën më për Mërjemen asnjë lloj fjale. Kur ka fol në djep Isai a.s. kështu, ato vetëm kanë ul kokat dhe kanë hik. Dhe e pan që i madhi Zot s'ka pas nevojë Mërjemja për bashort, sepse i madhi Zot e ka kriju Isain dhe i mundsoi atij e frymzoi që të flasin djep e pare për të pastruar nënën dhe e dyta që të kuptonte njerëzimi që i madhi Zot nuk ka nevojë për mosh, kur dëshiron ai jep urdhër dhe ajo realizohet në çast. Allahu Akbar. Qofse do pyetje të vështira sot. Po, dakor. Do të thënë apo Allah. Po, e ke shumë drejt. Jo, e komandoj un podcast. Të lutem, ti e kryesori, mos e vrit mendin fare. Më përmendë që ka ardhur me libër. Po. Pra, që ka ardhur me Ungjillin. Po. Le të kalojmë pak nga Kurani moment me Ungjillin. Dhe kam një pyetje pak delikate. Sa herë, nëse ke gjithmonë informacione se mund ta kesh lexuar, sa herë kemi të bëjmë me Jezusin ose Isain të përmendur në Bibël si si biri njeriut, pra i Mërjemes, dhe si profet. Pra, në të dyja rastet po pyesim për atë që neve e njohim në Kur'an. Tani Birin e Mërjemes edhe si profet. Edhe si profet. Tani ta ndërthurim me Kur'an. Një ajet më poshtë thotë shembulli i Isait është si shembulli i Ademit. Pra nëse Isai me që s'kishte babat, i japim atribute hynore, atëherë Ademi është edhe më hynor akoma se s'kishte as babas nën. Dakor, njeriu parë. Atëherë shembulli thot i Isait, Jezusit, është si shembulli i Ademit. Zoti i tha bëhu dhe u bë. Dakor? Tani, unë do t'jap përgjigje nga Kurani në fillim, se ta di mirë sa herë përmendet në Kur'an vëlla. Në Kur'an Isai a.s. përmendet 25 herë. Ky ajet përngjason Isain me Ademin. Pra shembulli i të dyve thotë është i barabartë ose është shumë racional. Është i gjë e mrekullueshme që Muhamedi a.s. s'ka pas mundësi, as nuk e ka pas në jetë, as nuk e ka pas qëllim. 25 herë në gjithë Kur'anin famlar përmendet Isai, Jezusi. 25 herë në suret ndryshme përmendet dhe Ademi. Me që i ka vendos në një ajet si shembull të njëri tjetrit, edhe në Kur'an i ka përmend me të njëjtin numër. Subhanallah. Po. Kështu ka shumë, kështu është dita, kështu është nata, ka shumë ajete, po ne po flasim konkretisht për këtë. Tani, ti bëre një pyetje. Sa herë përmendet në Bibël, në Ungjill? Në Ungjill. Dhjatën e re. Dhjatën e re. Si biri njeriu, biri Mërjemes që është në Kur'an. Po, si biri i Mërjemes, ato që njihen në Kur'an, tash dhe si pejgamber. Tani, a t'ja lëm vëllezërve dhe motrave ta kthejmë përgjigjen? Është pyetje e vështirë. Qofse vëllezërit dhe motrat ta kthejnë, e ke marrë përgjigjen. Qofse nuk ta kthejnë, do ta jap. Okej. Mund të bisedojmë çik me vëllezërit dhe motrat se është pyetje shumë interesante. Dakor. Vëllezër motrat nderuar, pyetja është sfiduese nga drejtuesi podcastit, thotë sa herë është përmendur jo më në Kur'an, se ne themi që të gjithë kanë qenë këto libra prej Zotit. Sa herë sot në dhjatën e sot. Sa jemi data sot vëlla? Data sot jemi është në marsi 2025-s, se mos duket sikur si jemi në këtë vit ose live këtu. Tani sot në dhjatën e re që është sot. Ju lutemi shumë. Është i çik përgjigje e vështirë sepse nuk po flasim më për Kur'anin, po flasim për Biblën. Ju lutem, pyetja është shumë sfiduese që na bën zotëria dhe vllai jon, që sa herë, jo në Kur'an, unë thash se po më thot në Kur'an 25 herë, po pyetja është më e vështirë se sa kaq. Sa vis Mursi thot 25 herë, nuk po flasim për Kur'anin. Po, ajo është në Kur'an. Në Kur'an i saktë. Po flasim për në dhjatën e re në Bibël. Në dhjatën e re. Sa herë përmendet, me që ne themi ka qenë biri njeriu, biri Mërjemes, sa herë përmendet Jezusi apo Isai në Bibël si biri njeriu dhe sa herë përmendet ai si pejgamber ose si profet. Ja po i shohim 22 herë. Tani unë e di përgjigjen, prandaj do them po ose jo, ha? Në rregull? 33 herë thot dikush. Jo, nuk është 33 herë. Armino Halla thot nuk është aq. 900 herë, jo. Po e mira që e ka që mbi 900 herë, jo nuk është saktë. Kjo tregon që ChatGPT-ja që e kanë gjumë nuk ndihmon. Po ja, po ka i problem aty. Unë të tek ChatGPT-ja tek pjesa e Biblës, se duhet ta ndash shumë
Se ka dhe një përmendje tjetër të Jezusit. Ne kemi vënë kush që është biri i njeriut edhe profet. Edhe profet. Për atë që me cilën njihet në Kur'an. Asnjëherë thot njeriu, jo përmendet edhe shumë herë. Kjo është ndihmë që japim në Bibël, në Dhjatën e Re përmendet disa herë, po nuk pa e themi 55 thot dikush, 25 thot një tjetër, 35, 33. Jo. Më thon këtu ke vënë 31, vetë këtu vazhdojnë të thonë 900. Jo. 13 herë thot. Në Kur'an përmendet 25 herë. Po pse ne po shtrojmë pyetjen sa herë thuhet në Bibël? Sepse përmendet vetëm 2 herë thot në Bibël. Jo. Ne po themi, pse pa e përmendim ne në Bibël? Se duam që të tregojmë që një rrjedhësh dhe të njëjtat argumente janë. A është kështu? Kjo është një pyetje shumë interesante. Se duket sikur Kurani thot tjetër gjë dhe Bibla thot tjetër gjë. Dhe Dhjata Fjetër thot tjetër gjë, dhe Suhufet e Ibrahimit thonë tjetër gjë. Nuk është kështu. 70 herë thot si bir njeriu, thot miti molla. 70 herë. Është afruar, po jo fiks. Tash fillojnë njerëzit 69, 71. Është afruar, Zoti ja Ademi thot 1273, nuk po pyesim për vitin. Ha? Jo vitin, jo sa herë, Bibël, unë gjeli sipas Gjonit, unë gjeli sipas Mateut, unë gjeli sipas Lukës. 35, 70 herë vazhdon ta përsërisi miti molla. Tash kur visi thot afërsisht 70, mos shkoni më 100 200. Jo, as 900. Jo, rrini tash afër 70-s. Rrini 60 herë thot Reina Manusha që 973 si pas qatit. Po qati përmend edhe variantit, edhe konceptet tjera për Jezusin. Janë 77, janë duke u afruar me numrin. Dgjoj, më shkru njëri prej çunave, thot na e thuj më burr, thot tani pa ato nuk e di që se di as vetë. Afërsisht, sepse ka edhe kundërshtrimet e ka kontekstet e këto, po afërsisht si biri i njeriu, Isaia apo Jezusi përmenden në Bibël 80 herë. 80 herë. Kurse përmendet si pejgamber, si i dërguar i Zotit, po fjala profet, 12 herë. 4 herë nga vetvetja e tij që e pranon, dhe 8 herë pastaj është nga tjerët që e kanë njohur dhe e kanë besuar si profet. Pra dhe i herë vëllezër motra të nderuara, mirë Kurani, po tani po japim citate nga Bibla për të treguar, edhe kjo është shumë interesante, për të treguar që i Madhi Zot ka dhënë orientime në gjithë librat e shenjtë. Dhe si biri i Merjemes që përmendet në Kur'an, si biri i njeriu, pra që ka lind nga njeriu dhe ishte njeri, përmendet afërsisht 80 herë në Bibël, në Dhjatën e Re, dhe në të njëjtën kohë si pejgamber, siç e folte edhe vetë kur kishte lindur që e bëri Zoti mrekulli, 12 herë. 4 herë del nga gjua e vet i saj, për shembull një nga ato perla që e ka thënë dhe Muhamedi alayhis salam, ka thënë asnjë profet nuk është pritur mirë në shtëpinë e tij. Asnjë profet nuk është pritur mirë në vendin e tij. Çfarë tha Waraka ibn Naufel kur i erdhi shpallja pejgamberit? Tha, ti isha unë i ri të mbroja kur populli do të luftoj. I tha, pse do më luftoj populli? Sepse tha asnjë pejgamber nuk ka ardhur vetë sa ato të afërmit e vet e kanë luftuar. Dhe një nga ato që e ka pranuar në Bibël është aktualisht në këto sekond që po flasim, vet Isai apo Jezusi ka thënë, dhe me të vërtetë asnjë profet nuk u prit mirë në vendin ku ka jetuar. Po mirë, tani se ne kemi thonë që s'kemi as skenar, as kaleta, as gjë, domethënë. Ai ka llafen për profetët e thjesht, pra që vinin nga populli në përzgjedhje, se për shumë Sulejmani ishte mbret. Mirë, ato janë specifika sepse ai ishte me pushtet. Ne po flasim pejgamberët e dobët. Pejgamberët që kanë ardhur thjesht, dhe aty ka pas dinasti, aty ka pas oligark, aty ka pas pushtet, dhe po flas kur ato kanë qenë dobët dhe nuk kanë pas forcën. Kurse çati po e Sulejmanit, s'kishte lidhje ajo. Ato ishte mbret babai i vet Dauti, edhe pastaj erdhi Sulejmani. Nuk po flasim për raste specifike, po flasim për shembull për Ibrahimin alayhis salam, po flasim për Muhamedit alayhis salam, po flasim për Isën alayhis salam e me radhë. Gjithsesi, tani nga kjo do kalojmë në një pikë tjetër. Pra, morën informacion vëllezër dhe motrat shumë të rëndësishëm që Isai apo Jezusi nuk përmendet si pejgamber vetëm në Kur'an, po përmendet edhe në Bibël. Mos ja hajm hakut. Thonë njëri Kora, thotë e gjeta unë, thotë po s'mu lexu komente. Na e boni Allah se jo të gjitha i shohim se ne nuk na vin kohë reale ndoshta. Kështu që në rregull jemi. Zoti ju shpërbleft patjetër që mund të ketë dikush që e ka gjetë, Zoti ja shpërbleft edhe ja shtoft mirësinë. Tani, mbas këtij informacioni shumë të rëndësishëm, japim informacionin tjetër që prapë është edhe në Bibël edhe në Kur'an.
Isai a.s. në këto sure të Ali Imran tregon mrekullitë që ka bërë. Dhe ne tham kjo I hap një avantazh të madh shkencës, sikur Isai a.s. si pejgamberi jon që udhtoi dhe tha udhtoni nëpër univers, është e njëjta gjë ka bërë për shembull përmend, ka bërë shumë, po përmend Kurani dhe pak a shumë janë kryesorët në Bibël është I ka dhënë shikim të verbrit. Për shembull në surën Bekare thot Zoti wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dhe ne thot e fuqizuam atë me shpirtin e shenjtë. Kush është shpirti I shenjtë? Xhibrail Emini. Gjithmonë Isai a.s. e ka pas Xhibrailin me vete dhe s'kishte nevojë sa I vendoste të verbrit dorën, ai direkt I vinte shikimi, sa e prekte ke syt. Sot ne e dim që një nga gjërat shkencore që po zhvillohet shumë, që flitet edhe për çipin që vendoset në tru dhe lidhet pastaj truri me shikimin, është nga perspektivat e shkencës. Sikur Isai a.s. sa, nëse mu Zoti ma dha fuqinë që në çast ta realizoj këtë gjë, atëherë dhe juve njerëzve në të ardhmen do t'ju jepet shansi, por kuptohet nëpërmjet përvojës, nëpërmjet derdhës së djersës, nëpërmjet evolimit shkencor, nëpërmjet shkencëtar mos shkencëtari, do vi kjo kohë. E dyta ka shëru. Njerëzit që ishin me smundjen e lëkurës, ishte si smundje e zakonshme. Ai sa I prekte, u pastronte njeriu në lëkurën e tij, ju rregullonte dhe u bënte njeri normal. Mbasi vazhdoi gjithë këto mrekulli, I bante në emrin e të Madhit Zot I qofshim atij fal, erdhi problemi që I kërkuan a mundesh I than o pejgamberi të Madhit Zot që ti të ringjallesh atë që ka vdekur. Dhe Isai a.s. sa Zoti I gjithësisë për ne edhe në surën Al-Imran thotë wa uhyil mauta bi idhni. Dhe unë ngjall të vdekurit me lejen e atij të Madhit Zot. Jo vet asnjëri nuk bën. Vetëm tonë se kemi kriju dot. Jo të ringjallim ato të cilët kanë vdekur. Dhe Isai a.s. ja kërkonin këto njerëzit. Dhe Isai a.s. ja kërkonte këtë Allahut Madhnushëm. Duke I thonë o Zoti I Madhnushëm, tham që ishte pejgamber me shumë mrekulli. Dhe I tha o Zoti I Madh, njerëzit e kërkojnë. A mundet që ti të ma japësh mua ta realizoj këtë gjë që njerëzve t'i shtohet besimi, ta kuptojnë o Zot duke e parë që ti I ringjall ato që kanë ndru jetë, ti je I gjithë fuqishëm për çdo send. Dhe u luste gjithmonë. Në një rast kishte I gjë Isai a.s. lëviste nëpër tokë shumë duke shpërnda fjalën e Madhit Zot. Në një vend ku arriti, vjen njëri dhe I thot kam vajzën sëmur. Dhe Isai a.s. I thot në rregull do vi unë ta vizitoj, e inshallah të shërohet. Dhe ai I thot në rregull, po kurse është shumë smur. E I thot do të vi, I jep fjalën. Mbasi I jep fjalën, ai kthehet. Dhe atë natë Isai a.s. vazhdoi duke shpërnda fjalën e Zotit dhe qëndroi atë natë në atë vend. Në mëngjes kur del, e shikon babain I mërzitur, I rrjedhin lotët. Dhe e njohu Isai, se takonte shumë njerëz. Tha, si është vajza? Vajza vdiq. I thot ai. Isai a.s. I thot, jo, vajza nuk ka vdekur, vajza është në gjumë. O, I dërgumi Zotit I thot, në erdhen mjekët, gjithë e pam, vajza ka vdekur, ti nuk erdhe do të mbrëm, ajo ndroi jetë. Dhe Isai a.s. I thot, jo, ajo është në gjumë. Tani këtë dialog, unë po tregoj vetëm një rast nga ato, që ka ngjall Isai a.s. me fuqinë dhe pushtetin e të Madhit Zot, siç kanë bërë gjithë pejgamberët, si profeti që ndau Hanën, si detin që ndau Musai, si zjarri me Ibrahimin, si Sulejmani, si Dauti, si Jusufi, pra të gjithë pejgamberët kanë pas specifikat. Isai a.s. arriti që të niset për kjo vajzë e vogël dhe njerëzit e dëgjonin që babai thoshte ka vdekur. Kurse Isai a.s. thoshte është në gjumë. Dhe filluan Isai përpara njerëzit duke e ndjekur mbrapa. Me parë këtë ngjarje kaq të madhe të vajzës vogël, e cila kishte një dialog midis babait edhe midis Isait a.s. Kur arrin tek shtëpia, futet Isai a.s. brenda për të parë vajzën e cila ishte shtrat dhe sipas gjithë njerëzve dhe mjekëve kishte ndruar jetë. Dhe kishte ndruar jetë realisht, se Isai a.s. ka qenë pejgamber dhe çdo gjë e tij ka qenë e sinqertë dhe e drejtë për drejtë. Futet brenda Isai a.s. dhe I lutet Madhit Zot. O Zoti I Madhnushëm, ajo lutje që ta kam bërë gjithmonë, pash madhështinë tënde, pash fuqinë tënde të pashtershme. O ti që siç I krijon njerëzit I ringjall kur dëshirosh, I jep jetë kur dëshiron. Ti je I Madhnushmi, ti je I gjithëpushtetshmi. Për shembull, një nga emrat më të mëdhenj që përmendet I Zotit është El Aziz, I gjithëfuqishëm, El Jabbar, I gjithëpushtetshëm. Një nga emrat e Zotit është Muhyi, ai që ngjall,
El Mumit, ai që vdes, ai që ringjall, gjithë emrat e bukur të Zotit gjithësisë, dhe Isai alayhis salam me lot në sy, ai di çfarë donte? Donte të jepte njerëzve argument që të besonin sa më shumë. Çfarë kemi thënë ne deri tani? Ëndra më e madhe e pejgamberëve kanë qenë që të udhëzojnë njerëzit në besim. Dhe Isai alayhis salam futet, e merr vajzën e vogël, ajo ngjallet dhe bashkë me atë del tek dera. Dhe tani imagjinoje vetëm për i çast se çfarë mund të kenë ndodhur me njerëzit aty. Çfarë ka ndodhur me babain, çfarë ka ndodhur me nënën, çfarë ka ndodhur me të afërmit e çfarë ka ndodhur me popullin. Dhe Isai alayhis salam siç përmendet në Kur'an, dhe ti ngjall të vdekurit i thot Allahu me lejen time dhe me fuqinë time dhe me pushtetin tim e ka pranuar direkt dhe i është drejtuar duke i thënë që kjo nuk është forca imja. Unë as veten time se kam krijuar. Unë jam një pejgamber si gjithë tjerët që një ditë do vdes vet, fuqia absolute, pushteti i madh i takon krijuesit të qiejve dhe të tokës. Prandaj Isai alayhis salam, vllai i nderuar, është një njeri si gjithë njerëzit e tjerë, është pejgamber si pejgamberët e mëdhej. Kur është bërë zanafilla sipas dhjetës vjetër, sipas Kuranit, është i Zot që e krijoi Ademin, s'kishte shumë zotra. Po të shikosh Abrahamin ose Ibrahimin alayhis salam, në dhjetën e vjetër do e shohësh që ai besoi vetëm një Zot. Po ta shohësh Mojsiun, ke 10 urdhresat e mëdha e para është taksative. O beni Israil, o ju izraelit, besoni Zotin një dhe një të vetëm pa shëmbëltyr. Pra i thoshte la ilaha illallah. Dhe gjithë pejgamberët dhe gjithë njerëzit që kanë besuar Zotin, qoftë në dhjetën e vjetër, qoftë në Kuranin famlar, qoftë gjithmonë në historikun e historisë që gërmohet, do të shikojnë që Zoti është adhuruar gjithmonë një dhe një vetëm, pa ortak dhe pa shok. Thuaj, thot Kurani, Zoti është një. Ata gjithë kanë nevojë për të dhe ai s'ka nevojë për kënd. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur dhe atij askush nuk i është i barabartë. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu, i pari që s'ka fillim dhe i fundit, që s'ka mbarim, i dukshmi dhe i padukshmi, i gjithdijshëm për çdo send. Allahu la ilaha illa hu, Zoti është një dhe një vetëm, i gjalli dhe i përjetshëm që nuk vdes kurrë, nuk e kap atë as kotja as gjumi çfarë kanë qiell dhe në tokë, është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai pos me lejen e tij, ai e din të tashme dhe të ardhmen nga ajo që din të tjerë din, ai sa dëshiron ai. Nuk mund të ndërmjetësoj dikush tek ai pos me lejen e tij, ai e din çdo gjë për të ardhmen dhe çdo gjë që do të bëhet, që ishte në të kaluarën, kursia e tij ka përfshirë qiell dhe tokën, ai është madhështori dhe ai është i lartë. Allahu akbar. Ky është shpjegimi. Allahu akbar. Tani çka ka gjë interesante Kurani është ai që e përcakton precizitetin e këtyre gjërave. Sepse po shikosh të them një gjë shumë të çuditshme. Nuk e di vëllezër dhe motrat, në të njëjtën kohë do t'i vi çudi e madhe. Ka një ajet në Kur'an. Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya. E doni shumë jetën e kësaj bote. Është kështu vëlla? Është. Wal akhiratu khairu abqa. Bota tjetër thotë është shumë më e mirë dhe është e përjetshme. Kjo gjë thotë është e qartësuar shumë në suhufet e Ibrahimit dhe të Musas. Pra, në librat edhe në fletushkat që i kanë zbrit atyre, që bota tjetër është më e mirë se kjo botë. Bota tjetër ka xhenetin, bota tjetër ka xhenemin. Është kështu? A e dini gjë interesante çka ka ndodhur? Një gjë interesante është që po ta hapësh sot dhjetën e vjetër, zgja asgjë për botën tjetër. Kush i zhduku këto? Do t'i gjeni thotë që bota tjetër është më e mirë se kjo botë. Kjo ka qenë e qartë në librat e Musait dhe në fletushkat e Ibrahimit. Një nga pjesët më kryesore ka qenë bota tjetër, siç është në Kur'an. A e din që në dhjetën e vjetër është zhduk kjo gjë? Dhe a e din një gjë që në dhjetën e re është ringjall prapë? A e di që ne musliman themi Zot na ruaj nga xhehenemi dhe në Bibël e ke xhehena? Bibël është Gehena. Gehena, xhehenemi. Në dhjetën e re kanë mbet citate që e tregojnë qartë botën tjetër, si liçenin e zjarrit që do digjen të këqit, apo dënimi shekuj mbas shekujve të atyre që janë njerëz që nuk kanë besuar të madhin Zot ose që kanë bërë krime në tokë. Nga dhjeta e vjetër çuditërisht njerëzit në brezat brezave janë dhënë aq shumë mas jetës së kësaj bote, sa nuk i ka konvenuar më që të ketë jetë për botën tjetër dhe citate. Super. Dhe e kanë zhduk atë dhe e kanë bërë Zotin vetëm për këtë botë, sipas tekave të dëshirave që kanë njerëzit. Edhe ajo preciziteti, përsosmëria që nuk i ka lëviz as i presje, dhe ne muslimanët e kemi të shkruar dhe të memorizuar këtu dhe e ruajmë me fanatizëm, është vetëm Kurani famlar. Pra, thot ne e zbritëm atë dhe ne do ta ruajmë. 2000 ajete i ka përmend Zoti në Kur'an për botën tjetër. Dhe ato nuk lëkunden kurrë. Kush don, i lexon, i beson dhe ruhet mos me shku në xhenem. Kush nuk don, atëherë do ta marrë shpërblimin atë ditë që do dalim përpara tij.
Prandaj janë gjona me të vërtet që kanë interes të jashtëzakonshëm. Një pyetje se do të dalë diku tjetër. Duket nga i krahasi kur keni bën me fjalë me Bilalin te namazjaja dhe i ka pas sot Kurani ka qenë duke fol për Isain. Mashallah. Edhe xhamia ka qenë plot. Se do të dalim dhe që ke roli xhamisë dhe për namaz natë. Për namaz natë ka qenë plot. Thuhet më thonë mund të kenë qenë 6-7.000 vet. Mashallah. Ka qenë e mbushur brenda, ka qenë e mbushur jashtë, gjitha komplet dhe kjo gjë nuk i ka pas mungesë as në për xhamitë e tjera. Pra edhe xhamitë e tjera kanë qenë. Kuptohet që te Bilali merri çik atë rolin se edhe zërit që ti ke thonë e ka shumë mirë. Dhe gjatë kohës që ne flasim, unë shikoj një lagje që ne kemi bërë në Podujev. Por nëse mundesh, ma kthe pak atë foton dhe të bravo. Nëse mundesh, këtu afroje pak për kamerën, këtu kemi për të bërë një xhami. Kjo nuk ekziston, t'ja them. Kjo nuk ekziston. Aktualisht është vetëm lagja këtu. Ky është projekt në lagje, mirë, po dhe gjithë projektin e zonës Podujevës, kjo do të jetë një nga zonat më të frekuentuara, ku edhe ka dhe shumë shtëpi tjera gjitha, po ka mungesën e xhamisë. Kuptohet, për hir të vërtetës, projekti brenda i xhamisë është shumë i bukur. Do t'ja paraqesim. Do t'ja paraqesim është shumë i bukur. Tani do të bëj një pyetje. Cili është problemi se këtu domethënë nuk është se e bën po themi Fondacioni Firdeus, janë ato bamirës, ato donatorë që japin. Cili është problemi i ndërtimit një xhamie? Po më shumë që lakohet është hadithi pejgamberit alayhis salam. Ka thënë kush ndërton një xhami, Zoti domethënë kush ndërton, kush merr pjesë në ndërtimin e një xhamie. Se mos kesh mundësi me ndërtu një xhami të tërë, si rasti konkret që ne po flasim. Thot kush merr pjesë, qoftë dhe një tull të vogël vendos në një xhami, Zoti do t'ja kompensojë dhe do t'ja shpërblejë atë me një shtëpi në xhenet. Se e di pse më lindi? Se gjatë gjithë kohës po fliqe 2000 ajete për botën tjetër. Po. Tani, nëse flasim për botën tjetër, kjo lidhet edhe me shpërblimin, se nëse neve botën tjetër e shohim pjesë e vapeve, atëherë do të kuptojmë kush janë ato sevape që na çojnë. Se në fund fare, kjo xhamia, për të qenë super transparent, xhamia do të menaxhohet po nga shqiptarët që janë në Kosovë. Po nga Bashkia Islame. Po nga Bashkia Islame, po dhe nga ana financiare do menaxhohen prapë nga shqiptarët që janë në Kosovë. Pra ne thjesht mbledhim dhe jemi financuesit e xhamisë. Patjetër. Dhe gjëja më e bukur është që në këtë xhami për hir të vërtetës kemi pas 2 projekte. Njëra ka qenë që ka qenë pak më e dobët dhe kjo ka qenë shumë e bukur. Dhe faktikisht mund vjen keq se kemi fotot e tjera se xhamia nga brenda shumë e bukur, siç i ka hije Kosovës dhe siç i ka hije asaj zonës. Po xhami normal. Dhe është realisht shumë e bukur. Tani, ideja është që në Ramazan edhe aq më tepër, se kjo xhamia nuk është më e jona. Nuk kemi asnjë lloj, domethënë tu thjesht po bëhet i thirrje që nuk duhet kompleksohemi. Ktu po bëhet i thirrje dhe po jepet shansi njerëzve që kush të dojë të kontribuojë për një xhami ku do falen njerëz që mbase neve nuk i njohim fare se kush do të jetë. Se unë kam qef xhamin. Kupton, ne zakonisht nuk kemi marrë me xhamia. Fare. Për shkak se janë bashkitë islame dhe ka fondacione të tjera që merren. Ajo që jam i gëzuar për këtë xhami jam për faktin se xhamia mbetet, pra si shumë vepra të mira që ne bëjmë, që edhe ato mbesin, xhamia ka një specifik. Inshallah Zoti na e mundso dhe na e bë realitet që ne të bëjmë sebeb që kjo xhami të bëhet. Unë mendoj 90% se nuk e dihet si vjen e ardhmja, unë mendoj që ne do kemi vdekur dhe xhamia do të mbesë, por vetëm nëse ka ndonjë luftë, ka ndonjë diçka, atëherë edhe xhamiat edhe shtëpiat mund të prishen. Po sipas logjikës, edhe sipas asaj që ndodh zakonisht është që xhamiat jetojnë më shumë se sa njerëzit. Dhe imagjino, ne do jemi ke i madhi Zot se ku vetëm ai e din, po edhe nëse se ai do na ketë neve në hidhrimin e vet dhe mund të jemi duke marrë dënim, sa herë të falen njerëz aty, nëse ne arrim ta realizojmë, Zoti do na zbusi neve hesabin. Në qoftë se jemi në mirësi, siç kemi thënë për pejgamberin, që ai ka ndruar jetën sot me miliarda sevape, atë që ishin ke xhamia e madhe, 7000 vet, i shkojnë sevapet pejgamberit alayhis salam, po në Qabe, po në Medinë, po kudo në botë. Dhe unë shpresoj që edhe me qenë mirë ke Zoti, pasi të kemi ndruar jetë,
Sa herë do falen njerëz aty. Për çdo vakt ne do marrim shpërblimin. Se më ngacmove me këtë 7000 veta që xhamia në Mazjaz, dhe është i kanë shifrën më lartë. Xhamia në Mazjaz është ndërtuar me pak a shumë, domethënë neve po bëjmë bisedë sot në podcaste. Po, tamam. Është ndërtuar pak a shumë me kontributet mbledhura nëpër xhami të Stambollit dhe në Turqi. Dhe aty dikush ka hudh 5 lira, dikush ka hudh 10, dikush 2 euro, dikush nuk imagjinoj dot çfarë mrekulli është dhe si mund të shpërndahet ky sevapi që ai bë vakin në Turqi as nuk na njeh neve fare dhe na ka kriju kushtet e një xhamie aq të bukur që ne të falemi. X. Po inshallah Zoti na e bë sebeb, ne do ta kemi fushat të ditë. Kështu që kushdo që do bashkangjitet Zoti inshallah e bën. Këtu më pyet një njeri ku mund të kontribuojmë për xhamin, nëse ka mundësi stafit t'ia shpërndaj numrat e llogarisë, inshallah Zoti na bën sebeb. Ti vendosi nëpër komente. Nëpër komente, mund të. Iqe nga këtu se duken na sigurisht. Tani, falamma hasa Isa. Tani vazhdojmë historinë tonë. Patjetër. Falamma hasa Isa minhum al-kufr. Kur Isa alayhis salam e ndjeu prej tyre që donin ta mohonin. Është shumë e çuditshme. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salam, duke i pa këto histori, nuk e bazoi jetën e vet ke mrekullit. Se njerëzit janë të çuditshëm. Tani shive, i tregoj që kanë gjallë vdekurit, ka shëruar të verbrit, ka shëruar njerëzit me lebroze, me radhë, po njerëzit që i kanë zemrat e këqija, çdo që ti bosh, imagjino kthehen me të keq ndaj Zotit që i ka kriju, jo ndaj një profeti që bën mrekulli. Dhe shi sa jetë i dhimbshëm është kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim. Kupton valla të ngjallësh të vdekurit dhe ti shohësh njerëzit që i pjesë të tyre ose parin atëherë të jehudive, të Beni Israilëve, të cilët e luftonin, ndoshin me evra. Masi i bëri të gjitha këto. Dhe Isa alayhis salam, imagjino pejgamber me gjithë këtë fuqi, me Xhebrailin krah, kur vjen puna thotë është e pa vendosmërinë e tyre për mos ta besu. Paria i cysteve njerëzit. Qala man ansari ila Allah. Shtroi pyetje të mëdha njerëzve të kohës vet, tha kush do më ndihmoj në rrugën e Zotit. Edhe Isa ka pas nevojë për njerëz ta ndihmojnë. Simas Biblës janë dishepujt. Simas Kuranit janë ndihmësit, janë po të njëjtët. Këto kanë qenë njerëzit më të devotshëm që i kanë qëndru Isait alayhis salam. Kanë thënë qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kanë thënë shokët e vet besnik, ne do të mbështesim rrugë të madhit Zot. Amanna billah, kemi besu të madhin Zot. Dëshmo se ne jemi musliman. A jemi po ke dëshmo se ne jemi dorëzu Zotit gjithësisë. Dhe i shpjegojnë pra që Allahu mëllnushëm ato i fuqizoi dhe ndihmon Isën dhe ne dalim ke pjesa tani e Isës alayhis salam që ngrehet ke Zoti mëllnushëm. Thot idh qala Allahu mëllnushëm tha o Isa, pra i bone gjitha këto, ati dhash ngjallësh dhe vdekurin. Pra paria s'ka besu, inni mutawafik, unë do të marr ty ke madhështia ime. Wa rafi'uka ilay, dhe do vish lart tek unë. Wa mutahhiruka min alladhina kafaru, dhe unë do të pastroj ty nga të cilët s'kan besu, nuk do t'i lej ato të bëjnë dëm. Dhe do t'i bëj ato të cilët kanë besu si për atyre që nuk të besojnë. Pra nëse po të kundërshtojnë këto, do kesh shumë që do të besojnë që jemi ne muslimanë. Që e besojmë Isain alayhis salam, e lavdrojmë kaq shumë, është i përmendur në Kur'an, familja e tij ka 3 sura në Kur'an, si as i familje tjetër. Dhe Zoti e ngriti tek madhështia e tij. Para sa vjetësh? Para 2025 vjetësh, sepse era jonë është nga Isai, nga Jezusi deri tani. Tani kapim 2 ajete Kur'ani. Sa ka Isai alayhis salam ke Allahu madhnushëm? Është ngrit me trup edhe me shpirt. Si mas Kuranit ka 2 ajete. Tha një ditë tek Zoti yt është sa 1000 vjet ke ju. Një ditë ke i madhi Zot është sa është këtu në tokë. Nëse ti kalon një ditë, këtu kalon 1000 vjet. Në surën Ma'arij ka thonë hypën lart, shkon lart. Xhebrail Emini dhe engjëjt në një ditë që është sa 50000 vjet. E kemi diskutuar herë tjetër. Po, në qoftë se Isai alayhis salam po themi është në hapësirat që një ditë është sa 1000 vjet. Kjo është teoria e relativitetit e Einsteinit, që sa më e fortë, paktën atë që ka zbuluar Einsteini ka shumë për zbuluar akoma, sa më e fortë është forca e gravitetit në një vend, aq më shumë përthyrje ka koha dhe nuk është njësoj.
Për shembull, është e vërtetuar shkencërisht nëse gjendesh afër një vrime të zezë, e cila e ka forcën e tërheqjes në mënyrë të jashtëzakonshme, 1 minutë atje mund të jetë 100 vjet në tokë edhe më shumë. Pra kjo është e vërtetuar shkencërisht, kjo që e ka thonë Kurani famlar. Do të ngacmoj pak këtu? Po. Se tash na futi ke shkencat për ju vërtetë të dihemi çik kështu të fantaksur të kjo pjesa. Më shumë për të nxjerrë se sa ka qenë Isa alayhis salam. Kur ka filluar domethënë të shkruhet e gjitha me laps gjithë ndodhit që do ndodhin, që themi neve është përcaktuar para sa vitesh? Po, në dijen e të madhit Zot. Në dijen e madhit Zot. Po nuk mund të përcaktosh kohë, sepse para krijimit të universit nuk ka pas kohë. Është thon 50.000 vjet, por nuk ka pas kohë. Saktë, e di pse po them. Se kur sa më lart ngjitesh dhe kur është te Xhibrili lart mund të jetë 50.000 vjet, në qiellin e parë, dytë, kur janë te universit mund të jetë dhe 1.000 vjet edhe 2.000 vjet. Po, të dy variantet janë dhënë në Kur'anin. Por ne po them, lidh me kur ngjitemi lart, kur është ngjit profeti sallallahu alajhi wasallam, mund të jetë 50.000 vjet. Pastaj mos harroj që po flasim për një temë shumë të madhe dhe shkenca ka arrit shumë pak. Për shembull, pse Albert Einstein mbahet si një nga shkencëtarët më të mëdhenj, sepse arriti të kuptojë që koha, për shembull Newton, një nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës, mendonte që koha është njësoj në gjithë universin. Einstein e ka thyer këtë koncept dhe është vërtetuar sot që është real. Dhe Einstein ishte në konceptin e Kuranit famlar. Një ditë tek Zoti yt sa 1.000 vjet ke ju. Domethënë i bie që ose sa 50.000 vjet. I bie që profeti Isa në variantin e 1.000 viteve të jetë 2 ditë e pak. 2 ditë e disa sekonda. Disa minuta. Kurse më e frikshme është nëse po flasim për 50.000 vjet, do të thotë vetëm disa minuta është ngrit Isa alayhis salam. Pra kjo është edhe për të qetësuar vëllezërit dhe motrat që i duket sikur Isa alayhis salam ka shkuar për shumë shekuj. Edhe për të na dhënë me kuptu neve që kjo bota jon vërtet është shumë e shkurtër në raport me universitet e tjera. Po nuk diskutohet, po ti patë edhe Ashabul Kahf, që qëndruan 309 vjet, 300 plus 9 vjet hënor edhe diellor, dhe ato kur u zgjuan pa komplet tjetër. Imagjino atë po mendoja kur isha duke e përgatitur temën, thuaj Isa alayhis salam se si në fragment sekundi, po themi edhe 2 ditë janë shumë pak. Po imagjino dhe të jetë 50.000 vjet disa minuta, ose mund të ketë hapësira të tjera ku mund të rri Isa alayhis salam që mund të jetë fragment sekundi, ja. Po imagjino se sa mrekulli po sheh ai që u ngrit shumë shpejt dhe po vjen shumë shpejt, dhe kur shef që toka ka ndryshuar kaq shumë. Pse do vi Isa alayhis salam? Pse do vi në tokë? Për të eliminuar. Do vi sepse në tokë, në atë kohë kur do zbresi Isa alayhis salam, është kriju një problem i madh. Ne sot jetojmë demokraci. Ne sot po e shijojmë shkencën. Ne sot po e shijojmë progresin njerëzor. Ne sot për shembull mbetemi të menduar se si po ndërhyet në qeliz, se si po ndërhyet në ADN, se si po studiohet universi në të gjitha skajet e veta. Por Isa alayhis salam do zbresi kur të jetë një problem shumë i madh në tokë. Një diktator botëror ka sundu botën. Dhe nuk ka më as demokraci, nuk ka më as elit, nuk ka më as mendim, nuk ka më as parlament, nuk ka më as fjalë të lirë. Çdo gjë zhvon kontrollin vetëm një personi. Pejgamberi në Bibël përmendet si antikrishti. Po të hysh në Bibël e të shohësh për antikrishtin, ka informacion, po jo sa ka Islami. Kurse pejgamberi alayhis salam e ka quajtur atë Mesihu Dejjal. Qofse Isa i quhet Mesihu Isa ibn Maryam, pra Mesihu Isa i vërtet, dhe po ta shohësh Dejjali sikur imiton Isain. Sa don sipas varianteve që arrit ta ringjallë atë djalin e ri që vdes, që e vret po vet dhe e ngjall, sikur do të imitoj, prandaj quhet dhe antikrishti, do me ardh ai si Isai, po në formën e mashtrimit. Dhe profeti alayhis salam po ashtu e ka quajtur. Pra bëjmë prap përngjasimin se po i Zot ka dhe po të njëjtat urdhresa janë dhënë. Dhe pejgamberi jonë ka quajtur Mesihu Dejjal. Një mesi po i rrejshëm, po shumë i fuqishëm. Për shembull, po të shohësh në Kur'an, në kohën e Ibrahimit ishin paganë, adhurojshin diellin, adhurojshin hënën, adhurojshin pemët. Po të shikosh për shembull ke beni Israilët me Musain, ishte niveli shumë i ulët, adhuronin viçin. Ke parasysh që bën shirkun e madh? A di për çfarë po flasim tani vëlla? Një me kollare. Një që është i lidhur me kompjuterin. Një që është i lidhur me AI-n që e ka miliona libra në memorien e tij.
një person po flas me parametrat e saj, imagjino ç'mund ndodhi, po mundohemi ta zbresim Mesiun Dexhall në 2025-ën. Imagjino ç'mund ndodhi kur të vijë ai realisht. Po flasim nëse vjen për shkak mbas 100 vjetësh, mbas 200 vjetësh, mbas 500. Zoti e di dhe të ketë shkenca me këtë ritëm. Është e pa imagjinueshme. Ne do ngjajmë si fëminor, po japim iden se pejgamberi alayhis salam ka thënë, do ta sfidoj vdekjen, do ta ngjalli djalin e ri. Pejgamberi jon për Dexhallin ka thënë, do t'i thotë tokës, nxirri thesaret e tua, do t'i nxjerri. E kanë pyet si do lëvizim tokë i dërguar Zot në kohën e shkërtirës, në kohën që deveja ishte gjëja që u thonin më shumë. Do që 500 vjet më arrit me i vend. Ka thonë brenda ditës do jetë ngjith tokën. Ne themi vetëm avioni ishte i mëparshëm, kurse sot me rrjetet sociale, sot me live-in, sot me çfarë dush, imagjino si do vijë ardhmja. Ai është në gjithë botën në të njëjtën kohë. Dhe ka thonë, do t'i shkoj, do jetë shumë i fuqishëm, do e sundoj në mënyrë diktatoriale botën. Pra, këtë shkencë, këtë mirësi që sot është e bota, ai do ta shfrytëzoj. Dhe ne si musliman jemi urdhëruar që të jemi kundra kësaj. Dhe ne jemi për të jetojë njeriu i lirë, është kështu apo jo? Ne nuk duam zota të rrejshëm, ne nuk duam që të vi prapë njeriu se ne kemi pa ç'është komunizmi. Ne nuk duam njerëz që vinë edhe sundon vetëm ai dhe gjithë njerëzit e tjerë dobrohen. Vetë Zoti i gjithësisë, i qofshim atij fal, ka thonë nëse doni besoni, edhe ai me dash Zoti na robron te neve. Na dhunon te neve për ta adhuruar atë. Kurse ky njeri me mashtrimet e veta do t'i poshtrojë njerëzit derisa në fund, në fillim do dali si Mesih, pastaj do dali si pejgamber, pastaj do thotë un jam Zoti. Dhe imagjino njerëzit do adhurojnë atë si Zot që ka krijuar gjithçka. Imagjinoti me memorien njeriu android që pritet të vi. Imagjinoti me atë dijen që mund të ketë kur të fillojë të shpjegojë universin duket sikur e ka krijuar ai. Dhe njerëzit që nuk e shohin, nuk e njohin Antikrishtin, dhe njerëzit që nuk e njohin Mesihin Dexhall do mashtrohen e do ta adhurojnë atë si Zot. Ky është ai i cili do të ketë në dorë kontrollin ekonomik të botës. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, do shkoj me i vend dhe do t'i prezantoj që është Zot. Nuk duan ta pranojnë shef shenja, i varfron ato. Dhe në të njëjtën kohë do shkoj me i vend, ato mund të jenë shumë ignorant, do e pranojnë dhe do e shohin sikur ai është Zoti dhe ai do i pasurojë. Tani kur shohim që në kohën e Ibrahimit alayhis salam adhuroheshin diellin. Imagjino, ta adhurosh diellin është menduri. Kurse se dielli është nështruar për ne. Imagjino në kohën e Ben Israilit me Musain, mbasi kishin kaluar detin me faraonin, adhuruan viçin, aq njerëz të lehtë ishin. Kur njerëzit kanë ra viktime këtyre gjërave që nuk bien viktim, po një njeri i përsos, një njeri që të shfaqet me dije të jashtëzakonshme, një njeri që ka në dorë gjithë elektronikën e botës dhe teknologjinë, një njeri që nesër në të ardhmen mund të përdori AI në nivelet nga më të larta për ta shfrytzuar dhe për ta poshtruar dhe për ta dominuar dhe për t'u shfaqur njerëzimit si Zot. Aq rrezik është. Dhe këtij njeriu kur t'i arrijë këto fuqi dhe ta dominojë tokën, nuk ka njeri që do t'i dali përballë dhe i madhi Zot e ka përgatitur planin e tij dhe për këtë arsye kur ky person Mesihu Dexhall ose Antikrishti do ta arrijë këtë fuqi, i madhi Zot në këtë çast vetëm një mund ta shpëtojë botën në atë kohë. Ky është Mesihu Isa ibn Maryam, pejgamberi i madh i Allahut, ku pejgamberi alayhis salam ka fol për Isain alayhis salam që nëse në këtë ajet e ka ngrit Zoti, ai shumë shpejt për atë është shumë e shpejt kur hiku dhe kur do vi. Po imagjino tani sa shpejt është për atë kur hiku, nëse është për shembull të ditë, po kam një variantin më të butë, s'po themi atë 50000 vjet. Një ditë tek Zoti yt është sa 1000 vjet tek ju. Dakor? 2 ditë si thamë ne, ca sekonda ose minuta, 25 vjet. Tani imagjino ai sheh që ka ndryshuar çdo gjë dhe bota është komplet tjetër. Se dhe Isa alayhis salam ku thamë ne ka jetu. Ka lind në Betlehem, edhe ka jetu rreth Mesjidul Aqsas. Ka shku ka ato popujt aty, kur ka qenë moshën afërsisht 12 vjeç, nga që kanë dashur t'i bëjnë dom, ka shku ka jetu ca vite në Egjipt, pastaj është kthy prapë që ka filluar misionin e tij të madh. Isa alayhis salam është ngrit ke i madhi i Zot. Pse ka qenë gjeni? Gjithë pejgamberët thamë ne kanë filluar pejgamberllëku këto të mëdhtë kur kanë qenë ça moshë? 40. Domthon pejgamberi alayhis salam Musa pjesë e pjekurisë. Kurse Isa 33 është gjithë ka Allah. Ka qenë gjeni. Ka fituar që ndjep. Gjithë këto mrekulli. Thirrjen më të madhe. Imagjino sa i mençur ka qenë. Imagjino sa i dishëm ka qenë. Imagjino sa i kthjellët ka qenë. Imagjino me atë natyrën e vet, nuk gjen në një rast, në një situatë që të jetë nxehur ky njeri. Qoftë në Bibël, qoftë në Kur'an. Nuk do gjesh këtë person i cili diku të jetë kthy dikujt me vrasësi. Është personazh jashtëzakonshëm i Kuranit famlar. Po të bëjmë një pyetje për shembull. A është kështu më e mira apo është ajo që bëri pejgamberi alayhis salam?
Është pyetje e madhe kjo. Po ti një gjosh njerëzit që nuk kanë shumë informacion teologjik, Isai çfarë ndoqi? Butësinë edhe dashurinë. Mëshirën. Po pejgamberi jon. Çka kemi thënë nga emisionet e para? Se vetëm me butësie, vetëm nxirr faqen tjetër kur goditet kështu, asnjëherë feja nuk ngretet nivelet që kërkohet. Pejgamberi alayhis salam kur ishte për t'u treguar burr, u tregonte burr. Kur ishte që kishte nevojë të dalin në luftë, dilte në luftë. Kur ishte nevoja për të qenë i butë, ishte i butë. Kur ishte nevoja për të qenë i mëshirshëm, ishte i mëshirshëm. Kur ishte nevoja të derte dashuri, i jepte hakun çdo gjëje dhe ashtu ngret feja e Madhit Zot. Me idenë e Isait që çdo gjë është me butësi, çdo gjë është me tolerancë, është vetëm një pjesë e Islamit. Kurse Islami real, i kompletuar dhe ke pejgamberi i fundit që i përfshin të gjithë pejgamberët e tjerë, është vetëm Muhamedi alayhis salam. Kush e studion jetën atij? Jo, pak se kam dhe atë prizën, pra e kam kështu. Isai ishte me të butë se kur zbresi plotso pjesën tjetër. Patjetër, ne po flasim pjesën e parë, pa i di pse plotso pjesën tjetër, se ecën me shariatin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kështu që është. Pra, në natyrshmërinë e vet erdhi i butë dhe pasuesit e vet ishin njerëz me zemër shumë të butë. Po kjo është vetëm një korsi e autostradës së madhe islame. Kurse i vetmi njeri që e përsosi, që i dha çdo gjë, se tani ne jemi në Shqipëri, po flasim. Vjej armik i huj. Tani kemi dy zgjedhje, nëse jemi frykacak, marrim familjet tona dhe ikim emigrant. Nëse jemi burra, dalim dhe mbrojmë vatanin, është kështu, siç ndodhi në Kosovë për shembull. Tani kush është më i mirë nga këto? Apo të vi për shembull një që don të na bëjë keq, na i vrasi familje dhe ne kur na godet tu i nxjerrim faqen tjetër, nuk shkon. Kurse Islami është real, është praktik dhe Muhamedi alayhis salam ishte profeti më i përsos, arriti vështirësinë më të madhe të besimit dhe i bëri të gjitha sakrificat në emrin e Zotit për ta lartësuar. Pra kjo është çështje studimi teologjik, nuk do t'i fuz vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë se kjo është temë e thellë. Të mbetemi pak tek Dejali. Në momentin që për shembull se më ngacmon pak faktin që thua për shembull që pjesët e shkencës të gjitha dhe në hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam apo në gjërat që ai do ketë është për shembull që i thot qiellit sill shi, sill begati e gjitha. Pak a shumë i kemi po i studiojmë edhe neve që ka filluar domethënë ky lloj sistemi të shiut artificial ose sistemit harp që përdoret për lëkundjet e tokës ose për gjërat e gjitha, tërmetet e gjitha. Mendon domethënë se realisht në thash mas 200 vjetësh kjo gjëja do jetë akoma dhe më domethënë ne do ngjajmë si dikur me si amator, po. Si me shpata do i dukemi atyre dhe koha që është 100 vjetët e tanishëm janë barabartë, duket se po kthehemi sa gjithë epoka njerëzore. Kam përshtypjen dhe më shumë, domethënë nuk e di, është nuk e mas më do domethënë. Ka thonë një gjë të bukur pejgamberi alayhis salam se s'ka të dalë asgjë nga Islami. Ka thonë nga Ademi alayhis salam derisa shkatërrohet kjo botë, nuk ka çështje më të madhe se sa Dexhalli. Pra nuk ka çështje më të madhe që do ndodhin kohën që vjen Dexhalli. Dhe tani po të them unë një gjë. Ne jemi me i mosh, ne të paktën bashkë. Tu kuptojmë edhe pse ngreti Isai lart, a? Po pse? Po pra plani i madh tani. Se plan që se ai do me imitu Isain, e Isai vjen i tregon vendin që meriton. Në radhë i parë herë nuk i la ato të vritçin. Po. Aty. Me atë planin bëri planin e Isait në zbritje. Llogariti Dexhalin dhe i vetmi që më duket që kush e sfidoi mjekësinë dhe shkencën? E sfidoi Isai. Po. Duket se dhe rikthimi që do jetë mas sa kohësh prap. Po, do ta vënë në vendin e duhur. Pra ato që i bëri dhe ato që janë të mira, se nuk është gjë e keqe që njeriu të hyjë për shembull mjekësia që është zhvilluar kohët e fundit ka bërë që njeriu të jetojë pak më shumë. Pra nëse njerëzit dishin 60-65, tani për shembull shohësh vendet e zhvilluara janë 75, 80, 85, 90, ato që mbajnë mirë bëjnë analizat e rregullta, kështu shkojnë në 90 e sa. Pra në këtë sens që të jetojë njeriu më shumë, kjo është gjë e mirë. Po që të bëhet fanatik se do jetojmë përgjithmonë, nuk duhet të bëhesh sepse e para është e pamundshme dhe nuk ka vlerë dhe e dyta do shkosh ke i Madhi Zot sepse duhet me fitu xhenetin. Pra i ka rëndit i Madhi Zot këto. Ajo që na del pa neve është që Mesihu Dexhal do arri këto kapacitete që ne i folëm dhe po të themi gjë, ne dy për shembull. Që se këto janë fjalë që do vërtetohen. Ne kemi jetuar fëmijërinë tonë pa celular. Është kështu. Kohën që doli celulari, pastaj u fut interneti, po neve dyve, edhe çdo kush që po na dëgjon që e ka një moshë saktuar, duhet ta kuptojë që ne na duket sikur ndjep kemi qenë me celular.
Dhe neve, kjo kohë që na duket shumë e zhvilluar me internet, me celulare, me radhë, ne do ta shohim dhe këtu do jemi nëse kemi jetë, nëse kemi ndru, do e nigjojnë ato që ne kemi folur, është që mas 10 vjetësh, jo shumë larg, jo mas 100 apo 200 vjetësh, për 10 deri 20 vjet ne do na duket tani vetja shumë të prapambetur. Saktë. Me aq ritme po ecën, qofse ecën kështu dhe s'ka luftra botërore, s'ka shkatrim njerëzimit ose në smundje me viruse të tmerrshme që ne i pam. Ngacmove të kalumen dhe mbaj mend domethënë që për talon me takim me shok, i pshim bicikletës dhe fërshkëlleshim poshtë balkonit. Ndërkohë sot je gjithkohë me mesazhe, dinamik komplet dhe ne kemi harruar tashmë atë kohë. Dhe të vija shumë natyrshëm. Dhe të vika shumë natyrshëm dhe etapat e zhvillimit janë aq tashu sa truri i përthith në sekonda. Mrekullia e Zotit e desha më thonë. Pra, çdo gjë që po arrihet është brenda planit të Zotit, se mund të ishin dhe gjëra që ne nuk i përballonim dot. Po elektrifikimi që sot ne kemi, sepse dhe interneti këto erdhën pas zhvillimit të elektrifikimit, sot jam mësuar njerëz që është normale të jetosh me dritën. Po pari 100 vjetësh nuk ka qenë kjo gjë. Në mënyrë graduale erdhi televizori, erdhin gjërat, zhvillimi industrial me radhë. E rëndësishme është kjo që mendoj për 10, 15, 20, 30 është shumë, neve do të na duket vetja tani shumë të prapambetur, sepse ka shumë gjëra të bukura dhe të garantoj për ato që do t'i shijojnë çunat, për shembull janë me një moshë shumë më të re, inshallah kanë jetën e gjatë bushur me vepra të mira, Zoti e ka krijuar njeriu shumë të natyrshëm për t'i përthith. Se ne mos harrojmë çdo gjë është nëpërmjet valëve, këto që kur i ka krijuar Zoti kanë qenë valët. E rëndësishme kur i zbulum ne dhe kur na u bën ato të natyrshme. Zoti e ka bërë njeriu që t'i përjetojë këto të mira. E rëndësishme që mos vinë diktatorët, e mos vinë dexhallnët, e mos vinë ato që i prishin ekuilibrin e mirësisë njeriu. Fakti që për Dexhalin zgjodhi Isën tregon vërtet që është një gjë që i del jashtë kapaciteteve njerëzore dhe sprova që i ka shumë e rëndë. Inshallah neve do kënaqemi në temën e nesërme, ndash Zoti, do t'rregojmë që deri ku arrin kulmi i Dexhallit edhe si zbret Isa alayhis salam dhe evret. Kështu që çdo gjë e keqe ka një kufi dhe çdo gjë e zullumit e prehet atëherë kur trashet shumë. Inshallah Zoti jemi domethënë fiks dhe po të shikosh duket sikur historia do përsëritet në të ardhmen. Hebrejt ishin shumë mirë në mjeksi, erdhi Dexhali, arabët ishin mirë në poezi, erdhi Kurani. Kudo që ishin vinte domethënë gjithmonë kur të jemi super te pjesa e shkencës që është Dexhali, por shkencën po themi pozitive, por në momentin kur do ta devijojnë, do ta përdorin keq për njerëzimin, Allahu do t'rregoj prap që un jam mbi gjithçka dhe do ta zbresi Isën Isa tjetër, jo Isa që të faqen tjetër, po Isa që realisht që gjithë bota do bëhen besimtarë. Zbret, dhe këto do jenë pjesë shumë të bukura, do t'i ngacmojmë çik nesër. Me thon drejtë nga grupi që kemi, njëri sot na është skarcuar me grip. Inshallah s'na e kalon neve, na bëjnë vëllezërit e motrat dua, se na kapi gripi, na ikën gjithë netët e ditët e Ramazanit, i vlla që e kemi Zoti e shëroft është me 40. E pati që s'erdhi sot ai, kështu që Zoti e shëroft na rujt neve, sa i me ne ka net edhe mund sa e viruse dhe s'duket. Me ne ka net për Zotin dhe është vllai mirë. Na kalon dhe pa macchiato. Po, sa herë vjen ai e bën ai macchiato, Zoti e shëroft, ja fal kusurët. Do t'ja ndrojmë emrin, do ja vëmë duararti. Të merremi ti shikojmë pak vëllezërit për shkak. Pyet dikush po jo xhuxhel me xhuxhet kur do dalin. Kjo është pjesë që lidhet prapë me Isain alayhis salam. Kështu që inshallah nesër më dashti madhi Zot. Mbasi Isa alayhis salam vret Dexhalin ose Antikrishtin, pastaj dalin një xhuxhel me xhuxh që unë kam thënë duken si AI, duken si zombi sepse Isa alayhis salam s'do i dali përballë, do i dali Dexhalit me gjithë ato fuqi. Kurse Xhuxhel me xhuxhve nuk i del përballë për të luftuar ose për t'i bërë ballë atyre. Kjo është gjëja më e çuditshme që ndodh. Imagjino ti dalësh Dexhalit përballë e ta vrasësh me gjithë ato fuqi shkencore, edhe nuk i del dot Xhuxhel me xhuxh. Imagjino çka krijesë është ai. Po, shiko, dëgjoj, është shumë interesante. E di pse? Po në gjithë historikun që po tregon është diçka që më fund fare Allahu tregon njerëzve që prap unë jam mbi gjithçka. S'ka diskutim. Me Dexhalin i sjell Isën, njerëzit për të mos ta humbë, se të mendojnë tani me që erdhi Isa do i vrasin gjithë. Dalin krijesa të cilës as Isa si po do dëgjoj. Atëherë thot Allahu, lëre se me këta merrem unë. Dhe sjell
ato që sjell, a mundoj që mos ta bëjmë të ditur që ti trajtojmë Po, temën. edhe vërtet është. Dhe në fund fare, domethënë, ajo që më krijon se sot më karikove dhe mua s'kam fol kur kaq shumë. Po nuk e dim se meze. Shumë mirë, valla, se më leco mu i çik se Jo, jo. s'jam performancë. Se njerëzit duan me dëgju Jo, ty po po s'jam unë ngacmove. performancën më të madhe se Jo, ta din dhe njerëzit kur e ka visja dhe frymëzimin e modhën kursin dori po paçi kthera- dashurinë e krijuesit thot njëri. Selam nga Allahu Kuksi, Akbar. Zoti. Ja, kjo ishte të lumt goja. Paçi dashurinë e krijuesit nga lutjet më të bukura që kam dëgjuar. Selam nga Kuksi. Selam dhe ti vlla Zoti të rujt. Njëri pyet po që nuk ja vlen të kthejmë përgjigje sepse nuk është pyetje përgjigje, është Elon Musk Dexhalli. Jo vlla. Mos u fut me emra të përveçshëm. Ngrije zërin se vlla Elvis nuk dëgjohesh mirë ashtu është. Ose ngri zënë e celularit ty, mund të se mos e ke. Po, kishte tjerë që e thonin? Është një që thot ndoshta Ose Mario Boja thot ngrije zërin vlla Elvis se nuk dëgjohesh mirë. Me thon drejtën dhe Sidi më thoshte për radhë si kaloi që nuk dëgjohet mirë. I thash o si të bëj vizitë për dëgjimin se ndoshta s'dëgjon ti vlla se s'na tha njëri. Profesorët një gjohet ai drejtuesi podcastit të burr, përse pjesa Po, s'ka problem pastaj. Kemi shumë mesazhe. Tani para Dikush se kërkon Dhulkarnenin. Allahu Ekber, Zoti ju bekatoft, Allahu të shpërbleft. Zoti është për bleft. Edhe një mesazh. Mm. Elvis të dua për hir të Allahut. Elhamdulillah. Kjo është Elhamdulillah. Arben Berisha. Zoti dasht që na don për hir të tij vlla. Amin. Dhe po ti shofësh për shumë tek ambienti që ka këtu, kur njerëzit shkojnë në Elvis du për hir të Allahut ose bëjnë dua të gjitha, i gjithë stafi është i kënaq. Se e din që kanë ato copsat e lumturisë Po, Zoti ja shpërblet. Ku do shkojmë ne pa çunat, nëse Kështu janë që çunat, ne alhamdulillah, s'bëjmë dot asnjë Zoti. gjë, i kemi munduar i çik, na e boni Allah. Kush Inshallah na rut Zoti shnetin. të mundet Një vlla më thot nga Spanja. Gzimi, selam. Jo gzimi jonë, është një gzim nga Spanja. Një tjetër vlla është nga Londra. Selam nga Londra, Allahu të shpërbleft, Elvis ty dhe familjen tënde. Amin, Zoti ju shpërbleft e ju begatoft pafund edhe juve. Megjithëse jemi drejt mbylljes, un jam 2206 ndjekës. Unë jam afërsisht 1000, ishim 1300 gjatë gjithë kohës, unë jam afërsisht 1000, kush mundet, kush dëshiroj ta shpërndaj, ju kujtojmë. Patëm një koment për atë, ç'është? Sabau, a? Mashallah, po na kap Sabau në podcast. Kishte një përjetim për natën e Kandrit? Thonin gjë që si e kishin përjetuar sot? S'kishte një mesazh. Edhe si kam pa do të gjitha, të po kote. Kush i shef do të gjitha i shumë. Dikush kërkon Musain alayhis salam, inshallah të kemi shëndetin. Edhe sa podcaste i bjen? 5-6. Mashallah. Musain alayhis salam e mbyllim nesër ndash Zoti. Po, nesër kemi Isain alayhis salam dhe na shkruani për temën që doni pas nesër. Disa kërkonin Dhulkarnenin ose Musan alayhis salam, po Musai po u nis duhet me mbyll më atë. Kush don sebeb për xhamin më u bë, ja ku e keni, është vakuf. Unë kam me shumë pasion që ta ndërtojmë me marrë shpërblime të madhit Zot. Pastaj ajo do jetë në administrimin e Bashkisë Islame të Kosovës. Kjo është lagja që është ndërtuar gjitha në Podojevë, është ndërtuar me kontributet e donatorëve nga Fondacioni Firdeu, Zoti i shpërbleft, aty banojnë njerëz që janë zgjedhur po nga komuna, kjo është edhe xhamia, është zona e gjitha në zhvillim, kështu që ajo xhami do kthehet në një qendër që do ketë shumë dhe inshallah dash Zoti muj Ramazanit është kush do le të bashkangjitet. Allah, duhet ta mbyllim se po vjen sabah. Po mbyllet. Atëherë, kështu po mbyllim për këtë podcastin, shpresoj që nesër visi të jetë mirë dhe ta kapi. Inshallah, gjasat nuk duken. Ta maj podcastin me atë shpirtin siç e kemi dëgjuar shpesh në për hutbe, me atë tonacionin që kemi qef, kështu që boni çik dua na vi nesër më shërum, se na ka vi gripin grupe, nuk po di që do kapi, që do rrëzoj të radhës. Selamu aleikum, Zoti ju shpërbleft, edhe shifim podcastin tjetër, do kishim shumë dëshirë që ndroni, po edhe neve falim namazin, do falim sabah. Allahu ju rrit, selamu aleikum.